Flasim në fakt për turizmin dhe për abuzimet me çmimet. Zoti Ceko, ishim duke folur në lidhje me të rinj që kanë dëshirën për të njohur më shumë Shqipërinë. Pra, siç e tham, do ta shikojmë nga disa këndvështrime dhe a është e mundur që të bëjmë pushime në Shqipëri? Ky është thelbi. Patjetër. Pra një familje me të ardhura mesatare, po themi. Nëse do të krahasojmë çmimet e tanishme me çmimet e para 8 deri 10 viteve, kur edhe një familje me të ardhura mesatare mund të bënte pushime në të gjithë Shqipërinë, tani një familje me të ardhura mesatare nuk e ka mundësinë që të bëjë pushime në ato që janë fënde luksoze. Për shkak të çmimit, kryesisht, dhe për shkak të asaj që në kulmin e sezonit turistik, çmimet rriten edhe më shumë. Çmimet rriten edhe më shumë dhe ne mund të bëjmë edhe një krahasim në lidhje me tarifat edhe me paratë që mund të shpenzojë një familje me të ardhura mesatare. Le të marrim një familje me 4 persona, 2 prindrit dhe 2 fëmijë. Minimalisht duhen për fjetje, për një javë, 700 deri 1400 euro. Për ushqim, 500 deri 800 euro. Nëse i referohemi mëngjesit, drekës dhe darkës jashtë, po themi, jo të gatuash në dom. Po, ta blesh, jo të gatuash. Se po shkon me pushime. Dhe transporti mund të shkojë 200 deri 400 euro. Vajtën shumë. Po, shumë. Do me thënë, minimalja është 1300-1400 euro dhe mbi mesatari është 2500 euro, se maksimale ka sa dush. E kuptoj. Por, një familje me të ardhura mesatare, çfarë kuptojmë një familje me të ardhura mesatare? Nuk kuptojmë një familje ku të ardhurat janë $6.000 për frymë në vit, sepse kjo është mesatarja e të ardhurave reale të Shqipërisë, produktit përgjithshëm për frymë. Dhe një familje me të ardhurat të tilla e ka të vështirë sot që të përballojë pushime në sezonin, në kulmin e sezonit, që tani që jemi korriku, gushti, edhe jave parë, jave 2 të shtatorit, e ka të vështirë që të përballojë këto lloj pushimesh dhe gjithashtu është e vështirë të përballohet viti i ri jashtë shtëpisë. Po. Kur vjen puna ndimër. Tjetër, unë do ta shpjegoj arsyen pse ka ndodhur kjo, cila është arsye kryesore. Është shumë e vështirë sot që të dalësh për një drek apo për një darkë familjare. Në qoftë se më përpara 4 persona mund të kalonin një drek normale me 6.000 lekë. Tani sa duhen? Tani duhen me të njëjtin konsum. Për të njëjtin gjë, duhen 12.000 lekë. Po thosë janë 2 fishu pjatat nëpër restorante, në krahasim me 4 vite, me 5 vite përpara. Në një kohë që rritja e çmimit ka ecur përtej rritjes së pagës reale. Vërtet ka një rritje të pagave, si sektorin publik dhe në sektorin privat, është vënë paga minimale 50.000 lekë. Paga mesatare në sektorin publik ka arritur në 90.000 lekë treja, po flasim me treja, paga bruto. Paga mesatare në sektorin privat është mesatarisht 830 euro, 830-320 euro. Por problemi është se vërtet e kemi këtë pagë mesatare kaq, po shumica e atyre që marrin pagat janë te pagat e ulta. Po. Nuk është se shumica janë te mesatare apo mbi mesatare, shumica janë te pagat e ulta. Dhe meqense pagat e larta janë shumë të larta se pagat e ulta, atëherë bëhet kjo mesatare. Vetëm në Shqipëri ndodh që niveli midis pagave të jetë 1:20. Si funksionon në vendet e tjera? Sa është ky hendeku, po themi? Po 1:4. 1:4. 1:4. Pra që prapë është Evropa perëndimore. Heqim një pjesë presidenti, kryeministri, normal se të kanë pagën. Po paga është 1:4. Bile një nga arsyet kryesore të krizës ekonomike financiare, përveç se ç'a ndodhi me falimentimin e korporatave të mëdha Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat u përpoqën ta transferonin krizën si krizë financiare në Evropë, me aksionet e me tregjet e kapitalit, ishte pagat e degeneruara të menaxherëve të korporatave.
Që i kishin shumë të larta? Që i kishin nga 5 milion dollar në vit, pagën. Që është shumë. Që është shumë. Në Shqipëri të kesh nivel pagë 1/20, që një punëtor merr 50.000 lek dhe ai tjetri merr 20.000 euro, është diferencë shumë e madhe në fakt. Diferencë shumë e madhe dhe kjo është në masë. Ta pyes edhe pak... Nuk është normale. Dhe kjo është arsye që qytetarët e thjesht janë në këtë piku janë. Nuk i kanë mundësi që të bëjnë pushime luksoze. Zoti Shehu, nga terreni në jug ka patur raportime për çmime shumë të larta, si 6 euro për një vestë të skuqur, apo 18 euro për një pjatë spageti me fruta deti, po themi. Janë raste të izoluara, apo në përgjithësi është ky lloj realiteti në jug? Atëherë, lidhur me pjesën e çmimeve, unë jam i mendimit se në çdo vend të botës ka çmime të ndryshme sipas lokacioneve të ndryshme. Sa për pjesën e abuzimeve, ka pas gjatë gjithë kohës dhe do të ketë. E mira nuk ka fund asnjëherë, domethënë ka vend gjithmonë për të rregulluar pjesa e çmimeve, shërbimit, e çdo lloji gjëje. Jo pa qëllim edhe pjesa në Bashkinë e Sarandës është kërkuar me ngulm, edhe pjesa po flasim po marrim një shembull i konkret që ka qenë debat kohët e fundit lidhur me pjesën e shovlloneve. Sepse aty ka qenë një nga abuzimet më të mëdha me pjesën e Sarandës dhe familjes. E qartë, po e bëj këtë lloj pyetje dhe këtë lloj krahasimi në raport me shërbimin që ofrohet. Unë jam dakord që mund ta konsumosh 18 euro një pjatë makarona me fruta deti apo risotto me fruta deti, po i përgjigjet ai çmim cilësisë, pra a është karkaleci thellësisë ai që keti në pjatë, a janë makaronat të një cilësie të lartë, po themi, për të kuptuar pa diskutime dhe lokacionin ku po e konsumon drekën. Pikërisht, cilësia ka qenë gjatë gjithë kohës, në mendimin tim, domethënë që jam edhe në fushën vet, jam në fushën e pjesës së turizmit, cilësia ka qenë gjithmonë në mundim duke u rritur. Nuk është se është gjë një cilësi të dobët dhe çmimin shumë të lartë. Okej. Vërtet eksperti ka shumë të drejtë lidhur me pjesën e pagën dhe që kemi një handicap shumë të madh, sepse nëse vini re shumë paga minimale aktualisht është 50.000 lekë të reja. Dhe një punojës merr 24.400 lekë neto aty në llogarinë bankare të tij. Por nëse atë pagë ne e çojmë 50.001 lekë, nëse ju i bëni llogarit, ju siguroj që punojësi do të marri 2.000 lekë më pak, se që merr me pagën minimale. Megjithatë, kjo është një handicap shumë i madh. Si është aktualisht? Sepse merr lekë punojësi. Jo kuptoj, si është aktualisht? Sepse vetëm për një lek futet tatimi mbitar dhe personale. Po, e kuptoj këtë lloj llogaritje. Po si është aktualisht sezoni në pjesën e bregut të Sarandës apo edhe në Ksamil? Ka si vjetë rritje çmimesh në akomodim apo edhe në ushqime, po themi, në pjesën e restorantit? Ka një rënje të lehtë sezonit. Ka rënje? Okej. Ka një rënje të lehtë, jo shumë të madhe. Edhe pjesa e çmimeve ndikon për shkak edhe të rënjes të euros. Po të kujtojmë këtu vjet ka qenë me 96 euro, ndërsa këtë vitit me 93. Po flasim për kurs zyrtar ta quajmë. Po. Automatikisht çdo çmim i pjesës të punojësve tohet. Çdo kurs, çdo sezon vazhdon dhe kërkon rroga më të lartë. Me automatikisht pjesa e çmimeve deri diku edhe mund jetë abuzuar, deri diku mund jetë tek real. Po që vjet re një rënje lehtë e rezervimeve lidhur me sezonin turistik. Tani jam i mendimit se mund të ketë ndikuar pjesa e sadopak e luftës në Iran, janë një sër gjërash, por kurse si nuk e mendoj pjesën që të ketë ndikuar pjesa e protestës. Sepse si të kemi vënë re, edhe në protest kanë qenë dhe shtetat të huaj turistë që kanë marrë pjesë në protest. E kuptoj. Në fakt, ka patur këto ditë një debat mbi vlerësimet negative, ose ato që njihen si reviews për restorantet dhe hotelet. Si e keni parë, Zoti Ceko, ju këtë situatë? E njëjta edhe për ty, Kreshnik. Duhet të ndajmë çështjen në profilet që janë reale, të cilët vlerësojnë
hotelet, baret, restorantet, dhe profilet që janë falca. Tani, këtu bëhet fjalë për rreth 150 profile që janë të identifikuar, dhe janë dhe rreth 10.000 profile falca. Bile edhe të këto 10.000 profilet falco, thuhet që një 200 persona të këto 10.000 profilet falco janë identifikuar. Mirë, të ndajme që këma beden. Të aji profili që është i vërtet, Enrico. Unë jam Enrico, kam bërë një vlerësim negativ për këtë hotel, për këtë restorant e ku dion. Unë nuk mund të ndiqem penalisht për këtë punë. Ky është mendimi im. Kam vajtur atje, nuk jam kënaqur, ky është mendimi im. Kjo është. Çështja qëndron te këto që janë profile falca. Dhe unë këtë besoj, do me thënë, kjo duhet verifikuar, sepse gjithë se cili ka të drejtë, përderisa është opsioni review-ve, mua nuk më pëlqen dhe kam drejtën time ta shpreh. Profilet falca janë të orientuar drejt sektorit të turizmit në Shqipëri në përgjithësi, apo janë të orientuar drejt subjekteve, drejt bizneseve të caktuara. Apo janë të orientuar edhe drejt bizneseve të cilët nuk janë biznese turistike, po që thjesht duhet goditen. Si pas pikpamjes së këtyre. Këtu duhet verifikuar. Dhe çështja është se këto lloj reviews që vijnë nga profile falco nuk janë thjesht çështje të sektorit turizmit në Shqipëri, nuk janë thjesht çështje të punonjësve të rendit, të cilët po merren me këtë çështjen, por kërkohet një bashkëpunim shumë i madh me platformat ndërkombëtare të cilat rankojnë subjektet, hotelet, baret, restorantet, sepse janë këto platforma që pranojnë një profil falco të pa identifikuar që të bëjë një vlerësim për një hotel apo për një bar apo për një restorant. Kështu që ne duhet futemi në marrëdhënie me këto platforma ndërkombëtare, me ata që drejtojnë këto platforma ndërkombëtare për të përcaktuar disa gjëra mirë në lidhje me subjektet që operojnë në sektorin e turizmit në Shqipëri. Dhe kjo është detyra e institucioneve. Në qoftë se ne arrijmë të identifikojmë disa persona të cilët kanë hapur disa profile falca dhe nëpërmjet teknikave të ndryshme përpiqen që të manipulojnë opinionin publik, aq më tepër që të dëmtojnë imazhin e sektorit turizmit në Shqipëri, atëherë po kjo është çështje penale. Krishtik, si e në raport me këtë që po diskutojmë, pra këtë situatë që shumë subjekte kanë marrë review negative? Nuk e mendoj se mund të jetë një çështje penale, pasi vetë jam në profilin e drejtësisë, në profilin juridik, dhe nuk e mendoj që mund të hyjë në çështje penale, pasi mund të ketë vetëm review pa asnjë koment. Mund të ketë review dhe me komente, absolutisht. Por që çdo gjë vjen si pasojë, si shkak i deklaratave publike që mund të kenë bërë pronarët e këtyre subjekteve, ose drejtimin që ata kanë bajt karshi qeverisë, domethënë kanë qenë pro vendimeve të qeverisë. Dhe pse pikërisht kanë qenë vetëm bizneset e oligarkëve që në çdo tender shfaqen vetëm të njëjtat fytyra, përse vetëm këta kanë marrë, dhe s'kanë marrë bizneset të tjera, bizneset të vogla. Kështu që kjo mendoj se është një mesazh shumë i qartë nga pjesa e qytetarëve. Po nuk është tamam kështu, nuk është tamam kështu. Se si? Çfarë ke për të shtuar komentit? Le të supozojmë se këto komente apo dhe këto rankime me yje, se rankohen me yje, janë drejtuar kundër disa subjekteve të cilët kanë fituar prokurimin publike. Dakor? Ta marrim kështu. Këta personat që kundërshtojnë, pse nuk shkojnë të bëjnë kallëzim në SPAK? Që pse ky kompani ka fituar kaq tendera? Ti nxjerrin dokumentat. Ti nxjerrin dokumentat? Ta siguroj për këtë pjesë ka mira kallëzime që nuk arrin të shqyrtojnë. Tani përderisa ka mira kallëzime, pse nuk dalin atje te protesta edhe ta marrin mikrofonin edhe të tregojnë kallëzimet që kanë bërë? Se u hap loja apo jo? Se me që po diskutojmë dhe për protestën. U hap loja. Unë jam filani, kam bërë një kallëzim prokurori për të çështje, ta bëj publike, atje në protestë. Kush e pengon? Kush e pengon sot një njeri që dalin në Facebook, dalin në Instagram, bëj një video ku të tregoj dokumentat që ka çuar,
edhe problematikën që ka. Kjo mënyra, kjo është shut, hedhësh gurin e fshesh dorën. Nuk është mënyra e drejtë për të kundërshtu procesin. Nuk është mënyra e drejtë për të kundërshtu sistemin. Nuk është mënyra e drejtë për të kundërshtu një kompani që, në thonjza, abuzon me prokurimet publike. Ku e dimne që aji personi, ajo kompania që i ka fitu tenderat, nuk është kompani që i ka dërzu dokumentat në rregull edhe nuk i ka plotësu gjithë kriteret për të fitu prokurimin publik. Ku e dimne? Pra, ka një munges... Problemi është të gjithë i dorëzojnë dokumentat në rregull. Por askush nuk e bën cilësinë e një tenderi, për shembull, nuk e bën cilësinë në atë që ka. Shumë e drejtë, cilësia duket mbasi kryet punimi. Pikërisht. Prandaj mbajt edhe 10% që garancisë. Prandaj është edhe supervizori. Do me thënë që këtu i bie që supervizori është i korruptuar? Apo ja? Shumë dakord. Jam dakord me ty. Unë e di vetë si proces. Kam qenë vetë supervizor në një projekt të menaxhimit burimeve ujore para shumë vitesh, 2008, 2006, 2007. Po në atë periudhë Shqipëria s'u përmbyt asnjëherë. Që të mos e ndryshojmë destinacionin e... Jo, se është e rëndësishme kjo. Po flasim për turizmin. Nëse Shqipëria përmbytet 2 herë në vit, kjo tregon atë që thot zotëria. Po. Që kemi çedime me prokurimet publike për punime civile, që supervizioni nuk kryet në rregull, kompanit i marrin parat, e marrin edhe 10% e garancisë në fund, mbas një viti. Pasi kanë dorëzuar, po themi punën. Punimet, dhe ato punime civile që janë rezultojnë të dështuara, dhe Shqipëria përmbytet... Janë punime që askush nuk i merr në dorëzim. Ose nuk merren në dorëzim. Mirë, do t'ju kërkoj mirë kuptimin shumë shkurt, vetëm 1 minutë në reklama dhe do kthehemi përsëri flasim për turizmin. Po flasim për turizmin në Shqipëri edhe për çmimet. Pse rriten? Duket sikur çdo vit zoti Ceko çmimet rriten. Do me thënë ke qenë vitin e kaluar, po themi në një hotel në jug të vendit, kur shkon vitin tjetër, edhe për nostalgji, ndoshta edhe për kënaqësinë që ke marrë për shërbimin, çmimet janë rritur. Dhe a rrezikon kjo që të krijojë imazhin që në Shqipëri ka një turizëm të shtrenjtë, duke detyruar ndonjëherë që edhe ata turistët me buxhet mesatar të mos vinë më në Shqipëri? Në parim, ne nuk duhet të ndërtojmë një turizëm të lirë. Jam dakord. Ne duhet të ndërtojmë një turizëm ku çmimi të jetë në përputhje me cilësinë, me shërbimin e ofruar dhe me komoditetin që ka klienti, familja, individi, turistët. Në këtë aspekt, nuk është se vëren investime shumë të mira brenda dhomës së hotelit në përgjithësi, ka dhe hotelit që janë shumë luksoze, po që ka dhe një hotel, se që është një hotel nga jugu që thot 5.000 euro nata. Ka dhe kështu, por në një hotel normal, ka dhe dhoma ku mungon kondicioneri, ka dhe dhoma ku mungon e frigoriferi vogël, ka dhe dhoma ku nuk bëhet pastrimi çdo ditë. Por, të shkosh me idenë që shiko se kaq sezon veror kemi, ta shfrytëzojmë sa të mundemi të rritim çmimet, se pjesën tjetër të vitit s'kemi çfarë të bëjmë, kjo nuk është zgjidhje. Ne duhet të përpiqemi të kemi turizëm gjithvjetar, sepse turizmi nuk është vetëm dielli, edhe rëra. Kemi një histori të mrekullueshme, kemi kulturë të mrekullueshme, kemi kulinari të mrekullueshme, kemi një gjeografi që ne brenda 2 orëve të shkojmë nga deti 40 gradë në mal, minus 1 gradë atje në Korrab. Tani këto gjëra duhen bërë çik me kujdes, me lezet, por një nga arsyet kryesore se pse rriten çmimet në sektorin e turizmit është rënja e euros. Dhe unë do të argumentoj këtë. Rënja e euros... Si kemi arritur në këtë pikë në me rënja e euros për një periudhë afat shkurtër mund të shërbej për një periudhë afat shkurtër, kur them deri në 5-6 muaj, mund të shërbej si mekanizëm për të nxitë ekonominë. Por rënja e euros në pikjat, që nga 140 lek në 93-94 lek për një periudhë 8 vjeçare, i ka sjell një dëm shumë të madh ekonomisë shqiptare dhe kryesisht sektorëve që punojnë me euro. Sektorët që punojnë me euro janë sektorët e eksport-importit,
industria fason, pavarësisht se për mua industria fason e ka mbyll ciklin në Shqipëri dhe nuk është një industri që ndihmon në buxhetin e shtetit, sepse edhe TVSH-n që e ka TVSH të rimborsueshme, bile ka kompani që s'paguajnë fare TVSH sepse janë me rieksport, lëndën e parë e futin pa TVSH dhe e nxjerrin pa TVSH. Tjetër, pjesë e mirë e kompania fason nuk paguajnë tatim mbi fitimin, sepse në vitin 2015 kishim 250 kompani fason, me qënë se ju vu tatimin mbi fitimin 2015. U larguan? Jo, nuk u larguan. I coptuan kompanit, i coptuan i bënd vogla. Tani kemi 750 kompani fason. Por ato, duke mos dashur që të kapin xhiron 140.000 euro, e mbajnë xhiron aty, kanë gjetur të formë. Bile për këtë është mirë që s'pakut merret me këtë punë, se si arritën kompanit fason të ndryshojnë ligjin dhe të coptojnë kompanit. Sepse nuk mund të lejohet që një person që e ka patur kompanin me 5.000 punëtor, sa u vu ligji për tatimin mbi fitimin, e coptovi kompanin në 5 cop, edhe e bëri ka 5 kompani me nga 500 punëtor. E kuptoj. I njëjti person, ose antar familjes. Pra të kthehemi te turizmi. Turizmi operon me euro. Me qenë se turizmi operon me euro, dhe mua më futen eurot në numrin tim të llogaris, unë lëndët e para këtu në Shqipëri, pagesat e punëtorëve i bëj me lek. Kështu që përderisa euro bie, unë duhet të rrit çmimin e shërbimit që të përballoj lëndët e para që blej dhe pagesat që bëj këtu. Kjo është një nga arsyet kryesore pse rriten çmimet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Kështu që ai zotëria që doli dje, kur doli ai guvernatori i Bankës së Shqipërisë, që tha që ekonomia shqiptare është e qëndrueshme dhe kemi qëndrueshmëri të ekonomisë shqiptare dhe kemi një zhvillim të mirë të sektorëve. O zotëri, nëse je guvernatori i Bankës së Shqipërisë, mba mirë atë karrigen aty, edhe mos na trego broçkulla. Sepse po shkatron turizmin, po shkatron bujqësinë, po shkatron eksportet shqiptare. Ti bashkë me atë që t'jep urdhër aty për të ulur vlerën e erës. Sa qëndrojnë këto, Kreshnik, të paktën ato që ti prek për ditë se më thej që je në sektorin e turizmit, sepse kam përshtypjen që është e vërtet që kur si po themi zyrtari euro sot që flasi mund të jetë me 93 lek, por asnjë ose të pakta janë ato po themi hotele, restorante, bar, kafe që e këmbejnë leku në këtë nivel gjithmonë janë me tendencën për më poshtë, ta vlerësojnë me 90, po themi, me 89. 90 është kursi ta quaj më i shpesh që mund të vihet re në për pjesën e restoranteve dhe të hoteleve, për shkak se, siç e tha dhe eksperti, që çdo gjë paguhet me lek. Po. Që nga sigurimet shoqërore, që nga pagat, që nga çdo lloj gjëje, çdo lloj veprimi, domethënë ne këtu brenda e kemi me lek. Pavarësisht se platformat që ne operojmë, si Bookingu, Expedia e të tjera, nuk na lejojnë që të kemi pjesën e monedhës lek. Jemi të detyruar ta vendosim në euro. Dhe pak a shumë ikim edhe me një pjesë logjike që të vendosim një çmim të parafrohemi atje ku ne e mendojmë pjesën e çmimit të dhomës. Absolutisht që abuzime ka, siç e thash më përpara, ka gjithmonë abuzime, sepse edhe ajo që tha eksperti që presin sezonin dhe ta abuzojnë. Pjesa e kursit e ka dëmtuar jashtëzakonisht turizmin shqiptar. Megjithatë, a mund të themi, Kreshnik, që modeli aktual i turizmit është i qëndrueshëm apo vazhdohet akoma me këtë idenë që të fitojmë sa mund të fitojmë këtë 2-3 muaj, pastaj vitin tjetër si dihet ç'ndodh? Unë mendoj se është një model i qëndrueshëm për një pjesë që kanë bërë vërtet investime të mira. Kanë investuar mundin e gjithë jetës. Ka familje që vërtet mbahen nga kjo punë apo jetojnë nga kjo punë në pjesën e turizmit. Pjesa tjetër mund të ketë edhe pjesë që pastrohet paraja, absolutisht. Mund të gjeni ato çmimet stratosferike. Atje ku nuk shkon pjesa të qojmë çmimi i hotelerisë është pak a shumë me zona. Çfarë do të thuash me këtë? Po. Referenca nuk është se ndryshon shumë. Nëse unë në hotelin tim e kam çmimin po më një shembull 80 euro nata, hoteli në krah o do parafrohet o do jetë pak më lart me çmimin, nuk mund të jetë 3 fish i çmimit tim. Vërtet është pjesa e investimit, absolutisht, por që ka një handicap shumë të madh, domethënë pjesa nëse ikën 3 fish e çmimit të kenë në zonë.
Po, duhet ketë një institucion që duhet ketë këtë rolin regulator, po themi, që të i monitoroj dhe të ketë edhe një lloj standardizimi. Po ja, do të shpjegojmë qikë edhe me qikë shumë si me humor të punë. Ishte një hotel diku, kishte 7 yje, edhe qëndrova një 2 ditë atje. To në Shqipëri po flisni? Po në Shqipëri. Normal, përpiqeja i zotëria atje, me ato qa kishte mundësi, me ata njerëzit, i fliste, shiko silun i mirë me klientët, çmimet nuk ishen këshia, çmimet normale, dhe unë e pyeta, po mirë i thashën, pse e keme 7 yje këtë hotelin? Se ne me 5. Po tha, ne jemi 7 vlezër, tha. Për që i kam vënë 7 yje hotelit. Ndërkohë që sistemi yjeve, vlerësimi të yjeve nuk qëndron te ne, kam përshtypjen. Po pra, tani, cili është institucioni që vendos yjet e IKU? Cili është institucioni në Shqipëri që përcakton, si thush, rankimin e restoranteve, të bareve, edhe të restorantit brenda hotelit që bën rankimin, që jep një vlerësim. Tani, ne kemi një shqiptar që ka marrë disa herë çmimet Michelin dhe quhet restoranti më i mirë në botë, që është në Danimark. Edhe është shqiptar. Pse shqiptari aty ka bërë emër edhe ka marrë çmimin aty në Danimark si restoranti më i mirë në botë? Në kohë që këtu në Shqipëri nuk kemi e vendosur akoma një sistem, sepse duhet vendosim një sistem, dhe një sistem vlerësimi, certifikimi, ka procedura, procese rregullore dhe rekorde. Që përbën piramidën e vlerësimit. Dhe pastaj duhet kemi personat që shkojnë për të bërë certifikimin, auditi. Kush janë këta? I kemi ne? Nuk e dim. Nuk e dim. Ka një ligj aty që thuhet që ky institucion është përgjegjës për këtë, po ai institucioni nuk e dim se ç'a bën. Ne nuk kemi një trup të certifikuesve dhe të audituesve të hoteleve, qoftë edhe privat. Po, kam vajtur unë, kam bërë një trajnim jashtë shtetit, se këtu s'bëhet llafi që të kesh trajnim për të punë, kam marrë një certifikat që jam audit, shkoj të marrë licencën, se duhet marrësh licencën që të bësh certifikim të hoteleve. Dhe me atë licencë, pasaj unë punoj dhe shkoj në hotele dhe bëjt certifikim hotelesh, ato hotele që duan certifikohen. Sepse certifikimi është me dëshirë. Ama, në momenti që ti do të certifikohesh, unë vi, bëj punën dhe të them, hoteli jot, kaq hyje meriton. Restoranti jot, këtë nivel meriton, kaq pik, kaq këtë rankim. Dhe pasaj, e kuptoj. E kontregu, jemi shumë brapa. Dhe gjë e cila nuk po bëhet, edhe pse ne kërkojmë një masivizim dhe maksimizim të numrit të turistëve në vendin tonë. Dhe pastaj në varësi të numrit të yjeve, vendos dhe çmimin ka vendoset çmimin në varësi të cilësisë të shërbimit që ofron. Për shembull, nga dallon një hotel me 3 yje nga një hotel me 4 yje. Nga dallon një hotel me 4 yje nga një hotel me 5 yje. Këto dihen, janë të shkruara këto. I ka bërë Anglia, i ka bërë Gjermania, i ka bërë Amerika, i ka bërë Spanja. Sigurisht. I ka bërë Turqia, Kroacia, Greqia. Ne s'ka nevojë të shpikim. Thjesht ti referojmë një modeli. Merr tabelën, bëj referencën, edhe certifikoj. Kjo është. Krishtik, po roli i pushtetit vendor në monitorimin e standardeve të shërbimit edhe të pastërtisë, po them, në zona turistike, cili është? A është prezent? Pastërtia ka qenë një nga problemet më të mëdha të qytetit Sarandës dhe në mendimin tim pijon të jetë. Standardi e parashikon që dhe makinat e pastrojnë veturinat, por edhe kontenierët të cilën hidhen veturinat duhet të lapen. Në moment që makina e veturinave kalon dhe pastron kontenierët, që apo shkarkon kontenierët, kemi një problematik shumë të madhe me aromat që lëçon. E qartë. Kjo është çdo sezon. Pikat periferike ta quajmë e vuajnë këtë pjesë për shërbim sepse nuk shkon për ditë shërbimi. Mund të shkojë një herë në 2 ditë shërbimi, por kur mbeturinat bëhen mal është problem dhe për zonën dhe për shëndetin dhe për çdo lloj gjëje. Për këtë pjesë, për pjesën e pastrimit, qyteti i Sarandës ka vuajtur gjatë gjithë kohës. Ka qenë një problem, keq më vjen ta them, po është i pazgjidhshëm. Dhe që vijon edhe këtë sezon të jetë po njësoj? Po, vijon. Po. Diçka për të shtuar? Unë do të shtoja këtë që pushteti lokal është përgjegjës për ujësjellësit, për kanalizimet,
për pastrimin. Deri para disa vitesh, shikonim që këto pikat e grumbullimit të plerave që në për qytet, edhe disinfektoheshin nga njerë me atë gëlqeren e bardhë. Se edhe për atë gëlqeren ka tender, apo ja? Se folëm edhe për prokurimin publike. Po ta nuk e shofim atë gëlqeren, kështu që këto bashkit e bëjnë atë prokurimin publik për të disinfektu kazanët e plerave, apo nuk e bëjnë? Një. Dhe në qoftë se e bëjnë, dhe me qënë se është bërë ai prokurimi publik, se pa tjetër që bëhet ai prokurimi publik. Ajo kompania që ka fitu prokurimin publik që disinfektoj të kazanët e plerave, pse nuk e bën? E pra? Ka ndodhur pjesa e kësaj, mos edhe ti ham hakën, ka ndodhur pjesa e hedhjes së gërqeles, ta quajmë. Jo, e marrë në përgjithësi në Shqipëri, jo vetëm qytetin tuaj, e marrë në përgjithësi. Po flas lidhur me Sarandën, sepse i kam fix kontenierët e mbeturinave, i kam fix pas, më të nga pjesa e poshtme e hotelit, e i kam parë, por ajo gërqelja, apo ai solucioni nuk bën punë nëse ti nuk e lan atë ambientin. Po pra. Janë zinxhir. Kur është periudha, se jemi drejt fundit Kreshnik, kur është periudha më e mirë për të bërë pushime familjare sa i takon lekve, dhe me thënë me më pak lek, por edhe për të qenë më qetë me më pak njerëz në plash, për të mos patur atë vrullin, çfarë do të sugjeroje? Pjesa më e qetë, në mendimin tim, apo në gjithë këto vite dhe quajmë që kemi kaluar pjesën e sezonit duke u marrë me turizmin, është pjesa e qershorit, ose deri te fund qershori, dhe pjesa pas datës 10 shtator. Fillon bie një qetësi edhe qyteti, domethënë qetësohet nga pjesa e zhurmrave, por në shtator edhe ujërat janë akoma më të ngrohta sesa në pjesën e parë të sezonit, në fillim sezonit. Pra ne që i kemi planifikuar në gusht, nëse vim në jug, duhet të mendohemi 2 herë, po thua? Për ta bërë dhe pak shumë me humor. Shiko, varet sa vendos të shpenzosh. Varet sa do shpenzosh. Të pëlqen apo nuk të pëlqen ambienti me zhurmë, se ka dhe njerëz që duan dhe të kenë kështu shumë njerëz aty në përkëm. Po fola për familjarë, zoti Ceko, që ti jetë pak më... Por, ki parasysh një gjë. Në qoftë se ti mund të bësh një prenotim më të hershëm. Mund të kërkosh ofertat. Mund të kërkosh opsione të tjera, për shembull që do shkosh në një hotel që nuk është me 4 hyje, po është me 3 hyje, edhe ndoshta edhe 1 ose 2 vakte dhe mund t'i gatush vetë. Kështu që këto gjitha gjërat... Ka alternativa, e kuptoj. Faleminderit zoti Ceko. Po, Kreshnik. Alternativat nuk mungojnë asnjëherë. Gjithmonë pjesa e çmimit varet, qëndron gjithmonë në proporcion me sa afër apo sa larg. Distanca nga bregu. Dhe në fakt të gjithë preferojnë të jenë afër detit, sidomos kur jemi me fëmijë të vegjël. Po jo të gjithë mund ta përballojnë. Ky është problemi më i madh sepse të gjithë duan afër detit dhe të gjithë duan çmimin e lirë. Por pjesa afër detit nuk është asnjëherë e lirë. Po krahasim me pjesën tjetër tani më në distancë. Puna është se shqiptarët vinë nga një sistem që i bën të shtetit gjitha. Edhe ka ende shumë shqiptarë që nuk e kuptojnë që qefi paguhet. Dhe kështu është. Faleminderit. Ne mbritëm në fund, ishte kënaqësi që u kisha në këtë diskutim. Faleminderit Kreshnik, faleminderit zoti Ceko që ishit me mua. Faleminderit. Do të shkojmë në reklama, do të kthehemi në pjesën e tretë.